Përshëndetje, përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 18, data 18 mars 2026. Çfarë na ofron kjo ditë dhe çfarë duhet bëjmë kujdes? Data 18 mars kemi afërditën nga shenja dashje që formon një katërkëndësh me Jupiterin nga fore. Një kënd që mund të sjellë fat në një farë mënyre apo dhe mundësi pasi dy planetet përfitues në astrologjisë tradicionale janë lidhur me njëri tjetrin dhe kjo do të thotë kërkojnë vëmendje dhe çështjet e zgjidhjeve të problematikave, që do të thotë ndikimi dhe favorizimet që kanë bëjnë, do të kemi kujdes nga teprimet në tendencë apo në debate, sepse qoftë në marrëdhënie pune, karriere, financa, do të kemi një tendencë për të shpërdoruar, prandaj do të kemi kujdes edhe nga premtimet e shumta, që nganjëherë premtimet e mëdha janë shumë të vogla ose të padukshme, mikroskopike. Dhe kjo do të thotë duhet t'i rezistojmë vështirësive dhe delikatesave. Ajo që është në të mirën tonë në këtë ditë, sepse afërdita, ndikimi i afërditës dhe katërkëndshit të Jupiterit na ndihmon shumë që neve të anashkalojmë gjërat e dëmshme, siç janë duhani, siç është pijet alkolike, e shumë gjëra të tjera që nuk janë të dobishme për trupin tonë, por janë të dëmshme për shëndetin. Ajo çka do të ndikoj, do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi. Po cilat shenja vallë janë ato që ndikojnë në këtë aspekt? Kemi dashin, gaforret, peshoret, britsjapi që kanë lindur në 10-diqin e dytë të shenjave të mësipërme ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Ndikimet që kanë bën janë paradite. Mbas dite kemi diellin në Peshq që formon një gjashtkëndësh me Uranin në Dem, mbas orës 13:05 që të jem eksakt në atë që them, në një kënd shumë interesant për të miratuar ndryshime, për të bërë më të pavarur në zgjedhjet tona, për të promovuar ide origjinale, për të bërë surpriza dhe për të guxuar të jemi ndryshe në qasjen tonë ndaj gjërave. Shenjat e grupit të ndryshueshëm, që janë binjakët, shiqetarët, virgjëresha, peshqit dhe ndikimet që kanë bëjnë Demi, Akrepi, Luani, Ujori, të 10 qytet ose të që kanë planete në këto shenja preken kryesisht. Është një ndikim mjaft i mirë, është një ndikim që vërtet suporton shumë gjëra dhe neve do të jemi korrekt, koherent me atë çfarë ndodh dhe ne çfarë duam të përçojmë në raste të tilla. Tani, para se të fillojmë parashikimin e 12 zodiakale, unë